Kushta që thonjt nuk mund të bëhen në makinë për 10 minuta, me thonjt preson nga Flawless by Arsi, kjo është e mundur. Në këtë video do ju tregoj si i aplikoj hap pas hapi. Siç po e shihni, e vetmja gjë që ju duhet është të keni thonjt dhe mjetet aplikimit me vete. Së pari shtym kutikulat me shkopin e drurit, fillojmë me limimin e thonjve, gjithashtu i japim dhe formën e duhur. Më pas përdorim bufferin për të përgatitur sipërfaqen e thojit për ngjitjen e thonjve preson. Dhe pastrojmë çdo thua me një pecet me alkol për të larguar çdo yndyrë apo papastërti. Në këtë mënyrë do vazhdojmë me të dyja duart dhe tani do vendosim ngjitset adezive. Zgjedhim ngjitsen më të përshtatshme për secilin thua që të mbulohet e gjithë sipërfaqja e thojit. E shtypim mirë në çdo cep të thojit për ta fiksuar më mirë ngjitsin. Kështu do të veprojmë me të gjitha thonjt me radhë në mënyrë që t'i kemi gati sa për të ngjitur thonjt preson. Do heqim me kujdes letrën mbrojtëse sipër ngjitses dhe do fillojmë të ngjisim thonjt preson. I fillojmë me radhë dhe duhet të keni kujdes që ta ngjisni sa më afër kutikulës. Si fillim do e vendosni thonjën në një pozicion 45 gradë afër kutikulës, më pas do e ulni dhe do e shtypni njëkohësisht në thua. Do e mbani të shtypur për 10 deri në 30 sekonda. Përsërisim të njëjtin proces për të gjitha thonjt dhe pamja duket kështu, elegante, të rregullt dhe gati për çdo destinacion. Me Flawless by Arsi ndihesh gjithmonë e kompletuar, edhe kur je në lëvizje. Nëse dhe ti do thonjt të bukur pa shkuar në sallon, më shkruaj direkt në Instagram.